Thahet Danubi dali në sipërfaqe anijet e fundosura të luftës së dytë botërore. Thatësira e zgjatur dhe temperaturat ekstreme që kanë përfshirë Europën kanë ulur ndjeshëm nivelin e ujrave të Danubit, duke krijuar situata të pazakonta në Serbi dhe Kroaci. Në shumë zona lumi është tërhequr me qindra metra, duke lënë pas brigje të gjera me rër, lum dhe duke nxjerrë në sipërfaqe anije të fundosura prej dekadash. Në marinën e Novi Sadit, 10 anije kanë mbetur të bllokuara mbi një shtresë të trash llumbi të gjelbërt, pasi uji është tërhequr ndjeshëm. Ndërkohë, këtë javë Danubi arriti nivelin më të ulët të regjistruar ndonjëherë në Serbi dhe Kroaci. Në Kroaci, rënja e nivelit të lumit zbuloi një anije mallrash të fundosur që nga viti 1937, ndërsa në lindje të Serbisë kanë dalë mbi sipërfaqe mbetjet e ndryshkura të një konvoi gjerman të fundosur në vitin 1944, të cilat konsideroheshin rrezik për lundrimin. Pamjet e krijuara nga tërheqja e ujit janë bërë simboli situatës së pazakontë. Në Beograd, një pronar restoranti vendosi tavolina dhe karige mbi një grumbull gurësh që u shfaq në mes të lumit, një zonë që deri pak javë më parë ishte mbuluar plotësisht nga uji. Pasojat po ndihen edhe në ekonomi. Ministria Serbe e Energjisë bëri të ditur se importet e karburantit përmes Danubit kanë rënë në vetëm 25% të objektivit mujor për korrikun, pasi anijet cistern janë detyruar të lundrojnë me vetëm 30 deri në 40% të kapacitetit të tyre për shkak të thellësisë së pamjaftueshme të lumit. Nivelet e ulta të ujit kanë goditur gjithashtu sektorin e peshkimit dhe turizmit në Serbi, ndërsa specialistët paralajmërojnë se thatësira mund të ketë pasojë afatgjatë edhe për ekosistemin dhe faunën e Danubit. Sipas shërbimit hidrometeorologjik të Serbisë, rreshjet e pritshme në rrjedhën e sipërme të lumit mund të sjellin një rritje të lehtë të nivelit të ujit në ditët në vijim, por jo të mjaftueshme për të rikthyer situatën në normalitet.